edhe ta anatemoj në momentet kur është keq vetë, edhe të krijoj, ta spëstoj konfliktin e vetë, bën një luftë nga Evropa me Rusin, krijon një tak, edhe luhet shumë me këtë elementin e vonesës, që është latenci. Ai të mban për shembull në latencin e vetë, s'ke nevojë të armatosesh se të mbroj unë. Një moment kur ai është i riskuar vetë, thotë, unë s'u mbroj, më boll të kam mbrojt, të kupton? Pra, kjo lojë është shumë interesante në nivel sistemesh. Mirë po, dhe në nivel personal, latenci është diçka që është një lojë për të luajtur. Për shembull, një grua mund të jetojë në besim të burrit vetë dhe nuk shkon punë fare, kupton? Dhe beson në latencin e tij, në atë me cilën është identifikuar ai. Mirë po, befa sa i fillon ndron, fillon mund bëhet me lek, ka vajzat bukura sekretare, gjitha, ndron latenci. Dhe pastaj ti arrin të kuptosh që ti s'mund të mbështetesh në latencin e tjetrit, sepse edhe pse bën për tjetrin, mund të bësh fëmijë, mund të bësh sakrifice, pret, përcjell, lan, shplan. Kjo s'do të thotë asgjë. Dhe një burr më tha një ditë pa turp fare për një të dashur që e kishte, kështu që kur kishte dash me i lën, ajo kishte thënë që ky ishte i pasur, që ç'është shkon kene, unë rrin në shtëpi, pastroj, gatuj, bëj gjithçka për ty, ti punon. Edhe unë tha ju përgjigja, më tha me arrogancë, unë s'kisha ç'ti thoja, që po unë këto që bën ti mund t'i bëj dhe me një shërbyse, sepse ai tash i kishte lek. Kupton? Kështu ndryshon gjithë sistemi, dhe ky që ka sa studiuar latencin, ky arrin në një pikë traumatikisht interesante, që thot, aty ku bëhen ndarje dhe shkatrime, ka vetëm premisa dhe dispozit për të bërë bashkime të reja. Prandaj ndarjen duhet ta shikoni si një kënaqësi, ose prishjen e lidhjeve, duhet ta shikoni si një kënaqësi që ju hap rrugë për lidhje të reja. Dhe ai nuk e fut fare këtë elementin sentimental në lojë. Sot kjo është po prapë edhe sentimenti, vujtja, është një latenci tjetër për latencin, një vonesë tjetër për vonesën. Për vonesën, që është element, pra e shikon në fund fare, gjithë të dramën sociale dhe politike, e shikon si një element konstrukti, që për arsye të identifikimit që kemi bërë shpirtin e kemi identifikuar me të, na lind nostalgjia dhe tragjedia, po që dhe në thelb s'ka asgjë për të vuajtur sipas tij. Shumë e çuditshme është, po. Kam bërë i poezi anglisht për këtë. Po kur të më kujtohet se e kam trurin të bombarduar. Kam gjithë bulbat e Sarës edhe të tjerëve në për kokë. Po është interesant ky koncepti latenci. Këto punojnë me libra, janë kështu, punojnë laboratore, gjëra, për t'i gjetë këto gjëra, zemra ime, ne shkretët, shqyqy që blejnë me libër. Latenca në vetvete ishte kohë. Hajtë po si që... Sa pëlqe. Mund të shikosh si kohë, po konceptin e kohës e ka vetëm njeriu, në hapësirë nuk ekziston, po. Njeriu... Hajtë ashti se kam shumë qep dë gjoj këto të ashti. Ua, moj mami, qa qefi që është, o zot, faleminderit për këtë djalë që më në fund mund bisedoj me një njeri. Latencën... Latencë këtë moment që po flasim, më shumë përfaqëson kohën. Deri tani, sa po kuptojnë. Duration i thonë ato, gjatësia e qëndrueshmërisë. Koha që, si dhe ti që është për diçka të, domethënë, rrotullimi i tokës që është për 24 orë quhet latencë. Përveç se ne edhe kemi dhe latencë në kohën tonë të brendshme. Po. Se nuk do të bëj gjatë, do të bëj sa më shumë. Jo, bjeri çik gjatë, lutem se kam qejf për muhabet. Apo ke punë ti? Jo, mos ke nej punë, mos ke nej takim. Mos ke nej takim punë. Komi sa punë vogla atë. Se nuk kujtu muhabet i djeshëm. Edhe se dua ta lidh pak në këtë punë e Zotit, se kjo puna e latencës dhe kësaj ishte pjesa e një njeriu që është ateist edhe përcakton çdo gjë në bazë të mënyrës të vet dhe ideologjisë së vet, duke parë se çfarë ndodh në botë dhe zbulimeve që janë bërë nga shkenca.
Atëherë, latenca si tham ishte kohë. Kjo koha ndryshon. Si ndryshon kjo koha? Në bazë... Aha, ndryshon në sisteme ndryshme. Bravo, në sisteme të ndryshme. Se duhet ta kap, domethënë me pika. Siç the që një person për shembull bashkëshorti asaj gruan në atencën e vet filloi të rrinë në kohë, i erdhën shumë të mira. Po, rritet mundësitë, rritet shpejtësia e ndryshimit. Në fenë i quajmë sprova. Sprova? Sprova. Sprova nuk është domethënë gjithmonë të jetë e keqe. Sprova është dhe mirësia. Po. Më parë ti the që ky person që kishte këtë latencë dhe tendencë për të ndryshuar për mirë dhe të krijonte ose të kishte atë ndarjen me gruan. Po. E ti është vendimmarrja që ai bën për të ndryshuar po prap latencë. Këtë latencë unë e quaj si se do ta lidh me pjesën si e shpjegon feja, se feja tregon për shembull si e tregon Zoti. Unë po bëj një paralelizëm tani. Për herë parë kam që dëgjoj latencën thjesht interiorizohet tash me elementet e tuaja. Elementet, bravo. Po. Edhe thjesht më parë këto quhen sprova. Po. Që vijnë rreth latencit tënd. Po. Po për herë shpiksi i latencit, është ai që të ka treguar ty ose më saktë e ka thënë se çfarë është e mia për të mbarë një latencë të dur siç duhet, për të ndryshuar në formë më të mirë që duhet, ose për ta shkatruar atë latencë që ti ke, ose që unë mund ta them ndryshe, që ta ka dhuruar krijuesi i latencit. Ta ka shkatruar në i femër latencin ty? Vetëm ma ka ndërtuar. Ta ka ndërtuar? Vetëm ma ka ndërtuar. Po, hecim? Edhe në bazë të sprovave të latencit, ti bën një zgjedhje. Po. Në bazë të zgjedhjeve ti vendos ose të shkatrosh shoqërinë, marrëdhënien, po, ose veten. Po. Po gjitha këto bashkë janë po. Po pishe një të thoshte dhe i pishe gjithë. Po gjitha. Po. Edhe se du t'jem sa më konqiz. Atëre, me qënë si latencin, a i e shef si element konstruksioni, nuk e shef si kohë. Si në ndërtimi. E shef po si element ndërtimi të mrençëm, që të mban ty. Nuk është puna që është vetëm kohë, po është ekzistencë. Kupton? Për shembull, këtej besojnë shumë nga familja, në perëndim s'besojnë shumë. Mi po kjo bëhet mjet organizimi ky besimi që kanë tek familja, pra bëhet strukturë, atje bëhet strukturë individuale shoqëria, këtu bëhet strukturë akoma familjare. Dhe nuk e shikon këtë vonesën, vonesa është në lidhje me atë që rron si individ me demek. Ai e quajnë vonesë. Kurse këtu është element ndërtimi, në gjithë konceptin mund ta shohësh si element ndërtimi, ti ikesh nga koncepti kohë, sepse koncepti kohë është përdorur për diskriminim. Koncepti kohë e kanë që ti e vonë vetë njerëzit, që ti e vonë. Vetë njerëzit e kanë krijuar këtë. Po. Vetë njerëzit e kanë krijuar këtë. Dhe nga kjo pikpamje, sprova është element ndërtimi. Bravo. Ose domethënë është element ndërtim, po se çfarë zgjedh ti për ta bërë me atë sprovë. Se për shembull ti mund të sprovosh. Po. Me të mira. Po mora se çfarë bën ti me atë të mirë. E bën e ke në funksionin tënd dhe të familjes të afërmeve dhe shoqërisë, apo e ke në funksion të vetvetes për të shkatruar veten. Tani, sipas teorive moderne, që mund të ridimensionojmë teoritë e Zotit, bota pozitive dhe bota negative, se për këtë po flasim. Këto janë dyja. Dyja, bota pozitive dhe bota negative janë të dyja konstrukte. Normal. Se në natyrë nuk ka as botë pozitive dhe as botë negative në natyrë. Po, se është vetëm...
Bile nuk ka as kufi, ka vetëm vazhdim. Kufit i ka Është gjë krijuar që njeriu. është zinxhir. Po, është bravo. Është zinxhir. Tash sipas teorive moderne, informacioni vjen vetëm nga shkeljet, nuk vjen nga mbajtja e asaj që është Mbajtja normë. po. Mbajtja në përvjen nga shkelja. Dhe shkeljet, se s'du të them fjalë tjetër, se s'pëlqen fjala krim, po gjithë shkeljet kanë transformu botën. Dhe për shembull familja nuk lejoi divorci për shembull përpara. Po shkeljet e shumta, është në atë pikë që duhet mund të u hap kjo portë.